Nëna Nadirja. Çfarë roli ka pasur konkretisht në rritjen tënde? Nëna Nadirja ka qenë Chelsea, le të themi, që më ka mbajtur mua të lidhur me rënjët e mia. Rënjët e mia të Shqipërisë. Nëna Nadire është ajo që kur unë isha në Itali, shumë e vogël, duke u përpjekur që të mësoja gjuhën italiane, vinte në shtëpi me abetare, më thoshte gjuha shqipe këtu. Lexojmë letrat bashkë, lexojmë shkronjat bashkë. Me abetare. Është, po. E kam akoma në mendje sepse unë isha fëmijë, isha shumë kurioze, ajo betare, kishte shkronjat, kishte letrat, po kishte edhe shumë figura dhe unë kuriozohesha rreth këtyre figurave. Njëri dhe Sokoli. Ajo e shfletonte abetaren dhe mundoheshe që të ma shpjegonte. Çdo natë kur shtriheshim më tregonte pralla shqip, komplet nga fantazia saj, po të them. Nuk e di se si e shpikte ato prallat, por që ishin gjëra që përfaqësonin realitetin shqiptare. Domethënë, sado që unë kam qenë larg, gjithmonë nëna Nadirja është ajo që e ka mbajtur praninë e kulturës time në shtëpi. Sepse ne jemi rritur me gjuhën italiane, shkolla, kultura, jetesa të gjitha. Ishte Italia, nuk por kjo ajo është kujdesur në mënyrë të veçantë që të sjell Shqipërinë tek ty dhe ti sot flasësh shqip, shkruash shqip, komunikosh dhe kjo është një gjë shumë e bukur, që ke qenë gjithkohës jashtë dhe prapë ti komunikon në një mënyrë të shkëlqyer. Edhe me këtë do të thoja që sa rëndësi, sa e bukur është familja, domethënë, unë kam marrë forcën nga mami, nëna Nadirja është ajo që ka mbajtur rrënjët e kulturës shqiptare brenda meje, domethënë nga të gjithë unë kam marrë aq shumë që ka krijuar gjesin që është sot. Dashuri pa kushte.